Mirëmbrëma miq. Jo të gjithë njerëzit e kuptojnë kur bie shteti. Dhe shteti sipas meje veç se ka rënë. Kur merren vendime që përfitojnë njerëzit, ata mund të mos ta dinë që janë shkelur procedura, që është shkelur ligji, që është shkelur kushtetuta. Në fund të fundit ju intereson, a i ka ndalë 50 euro ma shumë apo ma pak. Megjithatë, vendimet e Albin Kurtit, deputetit Kurti, me një strukturë politike që vazhdon të mbaj pushtetin, janë të paleqshme, janë antikushtetuese, janë antiligjore. Këtë ka konfirmu vetë ai, jo vetëm ata që kanë njohuri dhe dinë se si funksionon shteti dhe sistemi, por e ka thënë ditën kur propozoi në kuvend qeverinë e tij. Dhe atë ditë ai premtoi pagë minimale 500 euro, rritje të pensioneve nga 120 në 150 euro, premtoi po ashtu ndryshimin e ligjit që në mënyrë që veteranët të përfitojnë nga mundësia për të punu privat pa e humbur të drejtën e përfitimit të pensionit të tyre. Premtoi shumë çka dhe tha nëse nuk votohet kjo qeveri, njerëzit do të mbesin pa paga dhe do të mbesin pa përfitime. Dhe çka bëri? Mblodhi të ashtu quajturën qeveritë e tij në detyrë, njëjtat vendime i mori ai në mbledhjen e fundit, me arsyetimin se njerëzit duhet të përfitojnë, duke harruar se çka kishte thënë kuvend. Në kuvend tha që duhet të votohem si kryeministër bashkë me qeverinë në mënyrë që ti marr këto vendime. Visar i pat vendimet e fundit të zotit Kurti. E keni pa fjalimin e tij në kuvend dhe konferencën për shtyp të tij që mbajti bashkë me Hekuran Muratin. Me thonë një person, deputet, i cili ka kap buxhetin dhe shpërndon si mas shefit të tij, pak para baletazhit dhe pak javë para zgjedhjeve të parakohshme. Qysh e pave këto dhe qysh nalet ky njeri nga keqpërdorimi masiv i buxhetit dhe nga shkeljet masive të ligjit që është duke i bërë ai. Spari, unë mendoj që na nuk duhet për hir të diskutimit publik me quaj qeverinë detyrë. Kjo është një pjesë e grupit parlamentar të lëvizjes dhe vendosje, në cila ka uzurpu ndërtesën e qeverisë dhe cila ka shpërdor sallën e qeverisë, duke u bë kishë po marrë mbledhje të qeverisë, që nuk është qeveri. Domethënë ne kemi pas të dillën e kaluar me tentim legjitimimin me votë të qeverisë Kurti 3, e cila nuk kaloi në Kuvendin e Republikës së Kosovës, dhe tash pavarësisht, domethënë dispozitave ligjore dhe sanksioneve ligjore, shikuan nga këndvështrimi i legitimitetit politik të mo as qeverinë detyrë s'mund me i thonë vetës. Sepse hajde për shembull derisa ka pas votim për qeverinë në kuvend, mund është me thonë që jem qeveri kujdestare, në farë mënyrë që quhet në anglisht, pra që e bartë vendin prej momentit kur jem bo zgjedhur deri në momentin kur legjitimohet qeveria e re. Nuk u legjitimohet qeveria e re, domethënë kjo ta bjen shkallën e legitimitetit për edhe një katran që thonë më poshtë. Na kemi para kësaj vendim të gjykatës supreme që qeveria në detyrë, ose kujdestare nuk ka drejt me marrë vendime të reja, por ka drejt me i menaxhu vendime tashmë të dakorduara nga institucionet kur kanë qenë legjitime, legale dhe funksionale, dhe ato me i menaxhu me i quajtur në fund derisa kemi institucione tjera të konsoliduara. Po jo me marrë vendime të reja. Këtë çto që i përmendet ti, që në marrë tash, plus edhe plot të tjera që kanë ndodhur ndërkohë, janë vendime të reja. As nuk kanë qenë të buxhetuara, as nuk kanë qenë të paraplanifikuara. Dhe që kjo është shkalla më e skajshme e një forme shumë për mu më të rrezikshme dhe më të dëmshme të kapjes së shtetit. Sepse kapja e shtetit që kemi folë disa më mendon dy mënyra. Një, ki kontroll përmbi institucionet e pavarura, dhe ato përmes kontrollit i detyron me marrë vendime qysh për për shtatën ty, ose është kjo kapja flagrante brutale e shtetit, që është uzurpimi. Që ti e ki kontrollin përmbi njërin për institucioneve, në këtë rast qeverinë dhe rrjedhimisht buxhetin, edhe nuk çon kokën fare që apo institucionet tjera të pavarura. Pra ti nuk mundesh me ja ndiku aty në vendimin, rrjedhimisht unë se zbatoj asnjë prej vendimeve. Do tash na kemi një kryeministri i cili për shembull gjyqësorit, që është shtylla më e rëndësishme e shtetit,
është më e rëndësishme se ekzekutivi. Se është e përhershme. Se është e përhershme dhe gjyqësori është që ajo shtylla e shtetit që neve na garanton si qytetar barazi para ligjit. Apo jo? Por kur ti ke një konflikt me institucionin shtetëror, gjyqësori thotë ka veç pak qytetari është pas i vlefshëm sa ministri. E ky çeti gjyqësori pe thotë mos më intereson çka thon jo, që i bie un jam edhe përmbi juve, jam përmbi gjithçka. Kjo formë kështu e kulluar e autoritarizmit. Se këtu njerëz me pa shpesh në biseda, njerëz mendojnë që autoritarizmi është vetëm egërsia e gjuhës, uniformimi militantëve kështu me radhë. Jo, autoritarizmi mund të marrë edhe përmes gojës mjalt. Bile shpesh herë që ashtu nis. Ma vonë të ne merrat brutalitetin. Kështu që në këtë drejtim mund mendoj që krejt këto vendime janë absolutisht të paligjshme. Edhe mendoj që asnjë prej këtyre vendimeve nuk duhet me pranu shoqëria në Kosovë edhe opozita si përfaqësuese e asoj pjesë të shoqërisë që nuk pajtohet me veprimet e kurtit. Sepse unë të e the edhe me plot drejt e the. Njerëzit mujnë edhe me ujosh nga përfitimi i aty për atyshëm. Pra thot për shembull, se marr rrugën e 13, pse jo? Të rritit pensioni, pse jo? Mirë po, rënimi i shtetit është rënimi të armës. E të nuk mundesh kur me pas jetë të mirë edhe përkundër përfitimit momental nëse armja jote rënohet. Pensionistë sot përfitojnë, por fëmijët edhe neprit edhe mbesat e tyne sot nis rënimi të ardhmës së tyne. Nëpërmjet shkeljes ligjore, arbitraritetit, kapjes së shtetit. Dhe besoj që ata ish dashur me pa në këtë frymë, secili që sot ka përfitu nga 30 euro. Që nuk është neva përfitimi, do në Jo, që nuk është naj farë përfitimi. Besoj të ka ardhur fatura e re e tetorit. Sakt. Në shtator fatura mund ka ardhur 70 euro, në tetor fatura më ka ardhur 167 euro. Pra po flasim për 100 euro më ka shtrejtu mrena mujt. Dhe krejt këto rritje që ka janë të ndodhë, këto as faturat nuk janë mbulojnë njerëzve, nuk janë mbulojnë për ta pagu mafinë energjetike të Albin Kurtit. Ne duhet ta dim se Albin Kurti është krye mafiaz i sistemit energjetik në Kosovë. Është nëpërmjet këshilltarit e tij, shefit kabinetit të tij, nëpërmjet kekut edhe strukturave të tij të instaluara aty, nëpërmjet Martin Berishajt, i cili merr parë nga Serbia. Dhe sot është ambasador, vazhdon me qenë ambasador. Paguhet nga Serbia. Para mendojeni, një ambasador i kohës së Thaqit, apo të Haradinajt, apo të Mustafës, po të merrte para nga një kompani sërbe, direkt në llogari. Po flasim për miliona, çka këshdohet këtë vend. Ky pra e ka legjitimu krimin, e ka legjitimu korrupsionin, e ka legjitimu mafin, e ka legjitimu shkeljen kushtetuese, ligjore, dhe sot vjen me dështesa të kundërligjshme për t'i bin njerëzit që unë punoj për ju e jo ata tjerët. Ndërkohë, për çdo ditë po e rënon shtetin, po e rënon sistemin për cilin kemi punu që kaq shumë edhe që ka gjatë. Ty kujtohet visar vitet 90, kur shqiptarët e Kosovës ndërtuan një sistem paralel për të mbijetu. Arretëm me ndërtu. Po qaj sistem paralel ka qenë demokratik. Kërkush nuk është cenu për ati sistemi. Kam përfitu mjekët, qatë sa kam përfitu arsimtarët, kam përfitu të gjithë njerëzit që kam pas mundësi, madje ka pas edhe ndihma humanitare nëpërmjet shoqatës. Po, shoqatës Nën Tereza. Do me thonë, vitet 90, njerëz që nuk kam pas Nën Tereza, ju ka dhënë bukë, ka dhënë qep, ju ka dhënë patate, ju ka dhënë ndihmë minimale për mbjetesë. Dhe në sot, kër jemi shtet i konsolidum, shtet i pavarën, me synu, me mbajt, me këtë logjik, me këtë formë, kjo është veç me qenë strukturë paralele e dikuj tjetër.
e kujt për i bashkë të strukturë paralele. Qëre, spari është... Më falë se ndërhyna, po te i nje shumë a mirë se sa unë këto çështjet. Qëre, ma spari kështu me kështu në rafshin politikë dhe shumë mirë që i përmendet në lejtave. Për shumë, cila ka qenë kërkesa e jonë e në lejtave? Liri pavarësia, po. Demokraci. Demokraci. Na kanë dash liri, që me mujtë me bo shtetin, e shtetin me bo demokratik. Dash Ibrahim Rogova, presidenti i Kosovës, presidenti historik që e qujna, në atë ko, a e ka ditë që njerëzit kanë nevojë edhe për mirëqenie, po jo? Po. Natyrisht se cilët din ato. Mirë pa e ka thonë që para kusht për me pas jetë të mirëqenie dohet liria, demokracia dhe pavarësia. Kur i ki që to e ki mundësim për me bo mirëqenie. Tash çka po bën Albin Kurti? Shumë interesant. Prandaj unë mendoj që kjo është e kundërta e Ibrahim Rogovës. Ky po thotë ai hjekim lirinë dhe pavarësinë. Edhe demokracinë. Pavarësinë, jo në kuptimin e pavarësisë, s'po them që pe hekësh pavarësinë e Kosovës, pavarësinë e institucioneve, që është po aq e rëndësishme sa edhe e shtetit. Thotë pe hekim çdo, edhe për çdo on pyet japi parë. Korruptim direkt. Pja siguroj mirëqenien. Mirë po duhet me pas parasysh, historikisht, kur të ka hek liria, demokracia, edhe mirëqenia shkon të zhduk. Ajo vjen me kohë, jo me një herë, po shkon të zhduk. Unë po mendoj që kjo sjellje e sotme e qeverisë së Republikës së Kosovës është po pajtona ndërtim i strukturave paralele brenda institucionit shtetëror me qëllim të prapakthimit të postulatit dhe fitores së viteve të 90-ta, që ka kulmu me Kosovën e pavarur Republikë për një shtet të lirë, demokratik edhe të pavarur. Po kjo është e kundërta çka po ndodh sot. Edhe çto njerëz nuk duhet me harru. E di që kush do që e dëgjon këtë emision, ka me thonë, ja se janë ka ja të projnë se Albin Kurti nuk është ashtu, nuk o ka ndodhë. Qëra, gjërat edhe instalimi i diktaturave, ose shteteve autoritare, mos të quaj diktaturë, se është klasike, si të. E kemi po edhe në Serbi, e kemi po edhe në vendet për atë. Këto vinë të instalum një, kadal, hap pas hapi. Kjo nuk vjen për një herë. Jo. Nuk vjen për shembull sikur ku ta jo se bie kres ashtu. Në Bashkimin Sovjetik të bolshevikëve kur e merrti pushtetin edhe për një herë bash. Jo, tash ndërtohet kadal. Për shembull, çka ka bëu Albin Kurti? Sulmet e vazhdueshme ndaj prokurorisë së gjyqësorit përgjithësi. E kanë pas një qëllim, delegjitimimin e vendimeve. Dhe sot ai quhet edhe thotë unë sta respektoj vendimin kur kush nuk bazo. Dhe tash para mendo ka fituar normalitet kjo punë. Gjykata Supreme thotë ti nuk i drejt me marrë vendimin. Krimi është legjitim, hajnia është legjitime. Në rregull është, po vjedh Albin Kurti. Kto e bën me qëllim. Domethënë jo bën me qëllim. E dyta, delegjitimimi i kuvendit. Bllokimi i kuvendit. Jo votim të fshet, jo anej, jo ne kjo ka qenë qëllimi me delegjitimu kuvend. A keni një herë ka përsërit Albin Kurti fjalin që përsërit edhe tash së voni në konferencë për shtypje qeveri, kem thas kuvendski. Ta dëgjojmë në kuvend. Çka tha Albin Kurti? Kjo mja ulë rëndësinë kuvendit. Po pra. Që i bjen përfaqësimin qytetarëve. Kur e prezantoi qeverinë e tij e cila nuk u votua, mori vetëm 56 vota. Madje një vot ma pak se sa Albulena Haxhiu që merrte si kandidate për kryetare të kuvendit, për ta analizuar në raport me vendimet e sotme. Ne duhet ta shohim ai çka tha javën e kaluar për ta parë çfarë vendime ka marrë sot. Dhe duke analizuar fjalimin e tij të javës së kaluar, ne shohim që sot janë të kundërlidhshme sepse post tjera që ka thënë ai vetë. Ta shohim. Për më tepër, përderisa nuk votohet qeveria e re, kjo nënkupton zgjatje e mandatit të qeverisë në detyrë. Pra qeveri do të ketë, vetëm se deputetët e kanë të pamundur ta mbikëqyrin dhe të kërkojnë llogari me të marrë besimin tuaj të nderuar deputet. 5 vendimet e para që vendimi për caktimin e pensionit minimal në vlerë prej 150 euro që prek rreth 200.000 pensionistë, vendimi për rritjen e shtesave e pagës minimale në 500 euro që prek në pjesë të madhe të punëtorëve në sektorin privat, gjithashtu prek edhe të rinj që janë angazhuar përmes platformës Superpuna, si dhe gratë lehonjit që mundson heqjen e kufizimit të punësimit në sektorin privat për veteranët e ushtrisë shqiptare të Kosovës që janë përfitues të benefitit të veteranit. Pa votimin e qeverisë së re, Republika rrezikon të shkojë në zgjedhje të reja, pa shumë institucione funksionale dhe pa buxhet të miratuar për vitin e ardhshëm.
E dëgjova Vsar. Tha nëse nuk votohet qeveria e re, nuk kemi buxhet. Sektori publik nuk ka paga, investimet kapitale nuk ndodhen, nuk vendoset paga minimale, pensionet nuk rriten nga 120-150 euro, shtesat për fëmijë nuk rriten 50%. Në me thonë, foli për 5 pika, për 5 projekte ti të qeverisë e ardhshme, të cilat i votoj sot. Për të cilat tha që nëse nuk votohet, qeveria nuk mund mi bo. E tha i vetë. Pra. Do të me pas parasysh, aje tha. Aja i vetë tha. Dhe më thonë, ajo është... Qysh mujti sot? Ajo është i vetëdijshëm që keq që to nuk ka drejt mi bo. Dhe më thonë, dhe nuk është larkë që kjo është pibjen sa. Një javë. Po, sot një javë që i ka thonë që ta. Edhe të premtën i ka marrë vendimet për të cilat e ka di që është e jashtëligjshme me marrë pa e votu qeverinë. Dhe më thonë, kjo është çka që Albin Kurti, për mendimin tim, fjalin më flagrante ka pas kur i ka thonë prokurorisë atëherë, kujtohet kur e kërkojshin për dëshmitar, mos harroj. Hajdeni. Tha, unë e guxoj, tha, mos më marrë të ju në zyre, a guxon një marrë të unë në zyre. Dhe më thonë, me që deklarim ma brutal, pra, e kom thonë edhe një herë për zotin Sfesla, tash për thëmë edhe për Kurtin, me qasje gati se pej Barabës, që i drejtojt prokurorisë së shtetit. Edhe i thotë, unë e kom guxim, mos më ardhë të ja, guxon të me ardhë. Dhe më thonë, që kjo është për mu fjalia që e përshkruan në mënyrën më të qartë të mundshme, që kjo ka i shpall luftë aparatit shtetëror. Dhe më thonë, kjo është puq institucional, mund është me qujtë. Nuk ka puq ushtarak, po është puq institucional. Që nuk është demokratik. Dhe më thonë, kjo është, unë e kapi shtetin. A bon me ta bo një pyetje Vsar? Kur vetëvendosja ka qenë jashtë institucioneve dhe i lufton të institucionet në rrugë, kur mori vendim me hynë institucione, pa thënë kështu. Deri tash kemi luftu nga jashtë. Tash po hymë në institucione për t'i marrë institucionet nga brenda. Mjashtu luftës tonë edhe një mjetë. Edhe një mjetë. Dhe që ky mjetë a nënkupton që atë logjikën e rrugës sot e ka bardë vetëvendosje brenda institucioneve dhe me logjikën e njëjtë të barave dhe të rrugës është të e luftu shtetin në përmjet institucioneve. Absolutisht. Edhe këto e ka bo qërë, kjo është e njëjta gjë, këto e ka bo brenda partisë, brenda lëvizjeve vendosi, Albin Kurti, kur kom qenë në kryetar. Ato që e mori emrin më vonë problemi. Brenda shumë ka fillu që shtu, dhe më thonë, ka kriju struktura paralele me aktivist, jashtë strukturave partijake të zgjedhura me votë në këshillën e përgjithshme kështu me radhë, edhe me që ato e ka bo luftën. Dhe pastaj të njëjtën gjë po e bën këtu. Dhe më thonë, ka kriju struktura paralele, përmes të cilave i lufton strukturat legjitime shtetërore. Që është për shembull kuvendi, me gjithat metat që i ka, është kuvendi zgjedhur, apo jo. Qeveria sot nuk është e zgjedhur. Por qeveria nuk ka legjitimitet politik. Kuvendi ka. Që ky kuvend që është? Po kuvendi s'mundet me funksionu pa qeveri. S'mundet me funksionu pa qeveri. Janë kompetencat kufizuara ka kuvendi. Absolutisht. Mundet me marrë iniciativa vetë. Po buxhetin s'mundet me bo kuvendi. S'mundet absolutisht që kuvendit e tyre e pare ka votim. As marrëveshje ndërkombëtare. Kurgjeq, dhe më thonë. Pa e votu qeverin që kuvendit s'mundet me bo kurgjeq. As me themelu trupa, që thëshin du të me themelu trupa. S'mundet me themelu trupa, se s'ka drejt pa u bo qeveria. Mirë po, që ka bën Albin Kurti është që, për shembull përpara thëjke, na kemi qeveri, s'kemi kuvend. Tash ti e keni situatë të përmbysën. Tash ti ki kuvend legjitim, s'ki qeveri legjitime. Dhe tash kjo po thotë nuk ka rëndësi legitimiteti. Unë e marr vendime, sepse unë e kam uzurpu këtu dhe nëse vetë e kërkon hiç. Domethënë, dhe tash mu kthy te këto. Për shembull, paga minimale. Tazën. Po do me rrit pi 350 në 500. E ka rrit një herë, ai kujtohet 264, pastaj 350. Ai kujtohet një diskutim që u në Komisionin të Financave kur deputeti i lëvizjes dhe vendosi atë botë, Eman Ramani, ka thonë paga minimale do të më bëj 500 euro se nuk mjafton. E Kuran Murati ka thonë kjo është rënd që ti po do mja ushi qytetarë, dhe nuk po mi mashtru kështu qytetarë se s'mon më bo 500 euro. Qeveria e Republikës Kosovës në fund të çdo viti kalendarik përcakton pagën minimale sipas propozimit të Këshillit Ekonomiko-Social. Në mungesë të një propozimi të tillë nga Këshilli Ekonomiko-Social, të përcaktohet paga minimale në vlerë prej 450 euro për vitin 2023,
kurse për vitin 2024 të jetë 500 euro brut. Po besoj që ministri vjen këtu edhe raporton edhe kemi të drejtën edhe propozimeve edhe të rekomandimeve si deputet. Ajo çka është e rëndësishme është që ky vendim është një propozim në emër të komisionit i cili do diskutohet edhe në kuvend. Ashtërësisht me politikat ekonomike sociale, s'ka që në ministrinë juve as një zavendës ministër nuk e ke. As nuk e ke për mirëqenie sociale, edhe i kemi këtë situatë çfarë i kemi. Nëse dojnë diskutime të tilla mundemi me vazhdu gjithë ditën. Propozimi jam ke si anëtar i komisionit, si deputet të drejtën që e kam. Kuvendi është ai që të kontrollon ty, nuk je ti që e kontrollon edhe orienton kuvendin. Kto duhet me kuptu, pa marrë parasysh ai pozita në pozitë. Deputetët e kuvendit vjen që të kanë çuar aty të kanë votu. Ti duhesh me jap llogaritë përveç që kemi jap llogaritë kryeministit, do të edhe në kuvend. Andaj është punë jona kjo që e bëjmë, nuk është me një çallë të tillë. Po më ngesh, po paktën me mua. Edhe tash Hekuran Murati për bën 500 euro. Dhe më thonë, po asnjëherë nuk ka dalë Hekuran Murati ose dikush pe qeverisë, më na kallëzu rritja në 264 euro, pastaj rritja në 350 euro. Çfarë efekti ka pas realisht? A e dim në çfarë efekti ka pas në shoqëni që kjo rritje? Se tash që po do me bë 500 euro, po thotë se ka nevojë, po ka nevojë, e di, përgjithsisht fajton, do blet 500 euro nuk ka mjaftueshëm rruga. Me këto çmime që i kemi. Po cili ka qenë efekti deri tash, për shembull, a ka monitorim të zbatimit të pagës minimale nga qeveria? A e din kush pe pagun, kush pe pagun? Apo e respektojnë sektori privat të pagë, kur që nuk di. A është rrit informaliteti? A rrit informaliteti? A janë largu njerëz për punës se ka dikush që s'munët? Çfarë efekti e ka që tash paga 500 euro për biznesin në Kosovë? Kur mos të harrojmë ka shtrejtuar edhe çmimi në mënyrë flagrante, apo me tregun e hapur në fakt tash. Shtatorin, po. Tetorin, faturë. Po ajo neve, që jena me gjithatën në çmim të rregulluar, para me nuk ta që s'janë më çmim të rregulluar, se biznesi s'janë më. I ka qitë për kësaj. Tash ati biznesi që ja ke rrit faturën e energjisë elektrike për 200%, ti për i thu tash edhe rroga dush me rrit, edhe to, edhe me thonë për kadarish pak, a e dëmton kjo biznes, dhe me thonë, a e ngulfat që kjo ekonomi në sektorin privat. Unë menoj që rreziku ekziston me ngulfat. Pensionet 120 dhe 150 euro. Për shembull, kur thëshim na që çmimet po rritën shumë, na jo Abdullah Hoti ka thonë disa herë, që duhet mu indeksu në kohë të inflacionit madh. Pensionet, edhe skemat sociale, edhe pagat madje sektorin publik, duhet mu indeksu që me lëviz siç lëviz inflacioni, në mënyrë që me majtë të njëjtën fuqi blerëse, vazhdimisht e patën shkatru. Thëshin ti s'po din që e ka flet, tani ne kemi metodat më të mira. Pse tash 150 euro? Ka duhet që kemi 150 euro. Cilat llogaritje janë ato? Se qëre, edhe për pagën minimale, edhe për pensionet, përveçanërisht për pagën minimale, se qytetarët ashtu nuk e dinë. Ekziston një formulë e përcaktuar me ligj, që është vjen ti drejtë shuma e pagës minimale, që ligji thotë duhet mu nxjerrë si vendim për çdo vit. Po dhe kjo merret në konsultim me Këshillin Ekonomiko-Social, i cili nuk është mbledh kurrë. Që të dyja janë shumë të rëndësishme. E para është ti e përdor formulën dhe e bë kalkulimin, edhe ajo mund të dalë 500, mund të dalë 600, mund të dalë 300, varësisht çush është në treg. 505 ku ta diu, ne? E dyta ti e bën këto në konsultim ose bashkë me Këshillin Ekonomiko-Social, në të cilën janë pjesë sindikatët dhe bizneset. Pra quhet dialogu social tripalësh. Tripalët janë punëtorët, punëdhënësit edhe qeveria. Edhe këta merren vesh bashkë dhe thonë, "Ok, po dalim me çikaç." To se ka bo. Hekuran Murati këto e ka marrë kryen vetë. Se po ndërprej vazhdon aty. Me dhënat e ATK-s, përveç sigurimi dhe sektori i pastrimit, nuk ka më pak 500 euro. Po që kjo se prej kërkon heq. Se pagat janë të rritë me vetë. Dhe me thonë, ka problem për punëtor, pagat janë të rritne, pagat janë goxhat mëdha në Kosovë, po nuk janë si rezultati punës së kësaj qeverie. Mbas edhe janë, po janë si rezultati i ikjes së punëtorëve, mungesës punëtorëve, mungesës së punëtorëve, shtrejtimit jetës pastaj natyrisht. Që janë detyruar edhe me rrit. Ne duhet me ditë sa janë në pagën 100 euro tash, sa punëtor janë. Dhe nëse janë të azam krejt sektori sigurimit fizik, apo i pastrimit, po i marrë këto dy kategori që diskutohen, cila është përgjithësia e shtetit në raport me qëto dy biznese. Në kuvend Kosovës,
një grup grash të pastrimit, Sa qëto do është ta që një vjetë kanë për. Qëto do është ta përmend. Se për qëto, do më thonë, që lidhët me qëto, dhe shumë çështje me vend që ngrite. Paga minimale dhe krejt këto diskutimin që ka qeveria kur ti kishte na brengosme për punëtorët. Sa ka pas nevojë? Pra sa kemi pas situata në të cilën për shembull punëtorët i ke pas të organizuar grevë, zbashku fillimisht, trepça pastaj punëtorët e kuvendit, që është kompani private, më thonë është e kontraktuar, në secilin për këtyre rasteve, lëvizjave të vendosje dhe qeveria e lëvizjes të vendosje është vendosur në anën e punëdhënësit. Kur punëtorit, asnjëherë. I ka luftu sindikatët. Zbashkun të edhin që i patën bu. Sindikatën e trepqës të edhin që i patën bu. Ka shkarku një respektiv. Edhe në fund të gradë, asë dëshin me folë me to. Ka lënë të vjosa aty, nuk e kthen të kokën, ka disa gra, të cilat protestonin për pak bukë ma shumë. Për i copë bukë ma shumë. Të cilat janë të kontraktuara nga një kompani që ka kontrat me kuvendin. Po pra. Nuk është kjo sektor privat që ti thu s'po kom qa me i bo. Ti e ki kontratë, ti ja ke nënshkru, ti mund shumë me janë ndërprej nëse dënë. Nga u ka një se ka mund me janë ndërprej qatë kontratë. Asë që e ka marë mundin me folë për këtë punërë. Pra që tu të regojnë që këta, në fakt, keq që kjo, nuk është rritje ose vendime për të mirën e qytetarëve, po është elektorale. Po e elektorale, se s'diskutohet. Tash njerëz po thonë, po çka ka lidhje edhe tjerët e kanë bo. Ka dalë veç pak se nuk e kanë bo. Që për kallëzoj pse. Hajde, se që tu po të presë. Po, për shembull. Se ju keni qenë deputet kur nuk i keni votu Na nuk kemi votu rritjen e pagave asnjëherë. Ka Hashim pas rritje të pagave në vitin 2011, në mos gabofsha, sektori publik po las. Po. Ka pas rritje të pagave pastaj në vitin 2014, pra me buxhetin e vitit 2013, se ti e din që shkojshim zgjedhje në vitin 2014. Kujtohet verë se ka zgjedhje. Edhe i patri qeveria të pagat me buxhet. Mos gabofsha për arsim, për shëndetësi, ose dashta krejt sektori publik, nuk e bash sigurt që rëndësi ka. Po dikush 20%, dikush 50%. Po, pat boksi, na nuk kemi votu atëherë me të njëjtin kritik që pja bëjnë sot. Kemi thonë që kjo është elektorale. Që bëjke për qëllime elektorale dhe na ishëm të vetishëm që po bëhet edhe për qëllime elektorale, edhe pse dorën zamë pak ato rritshën atër. Ama dhe e leshme ka qenë. E tash, e lishme po, se ke pas qeveri funksionale. Edhe kuvend funksionale. Dhe është zbatu vendimi. A o bo për qëllime elektorale, unë edhe sot mendoj që o bo për qëllime elektorale. Absolutisht. Po pagat i kanë marrë njerëzit në rritje. Situata e kundërt me sot, që as nuk ka mos zbatu që kjo se që ky buxhet i vitit 2026 pa u votuar kuvend nuk mund të zbatu se s'ka qysh. Ç'ta është dalim pikë. Dakor. Dhe e dyta, domethënë, kjo po bëhet në mënyrë të kundërligjshme sepse që kjo qeveri në detyrë, pra që ky grup parlamentar i lëvizjes së vendosje në rolin e uzurpatorit të objektit qeveritar, nuk ka drejt me propozu buxhet. Ka në deputet. Deputetët, grupi deputetëve, sa do i malë më konë, nuk propozon buxhet. Pa tash, dalim këto. Po para se dalim, a ka drejt, a s'ka drejt, dhe çka do të ndodh, ta shohim sot konferencën për shtyp, qysh bie pik për pik, në kundërshtim me atë që ka thënë para një javë në kuvend. Sot në qeveri, kur i ka marrë këto vendime arbitrare, të kundërlidhshme, të cilat e rënojnë shtetin, e rënojnë sistemin, e rënojnë demokracinë. Dhe Kurti sot ka hedh hapa të jashtëzakonshëm drejt diktaturës, të cilën nuk e dia ka kush e ndal më në raport. Po flas për subjektet politike, jo për neve, se këto neve na ka. Ta shohim çka ka thonë ky Dilinxhia. Natyrisht që lajmi i parë është se buxheti për vitin 2026 do të jetë rreth 4 miliardë euro, nga të cilat qereku apo parafërsisht 1 miliard euro do të jenë për investime kapitale. Risi tjetër është edhe paga e 13 për të gjithë punonjësit në sektorin publik, pra kushdo që punon 12 muaj në sektorin publik, me qeverin tonë fund vitit do të përfitoj edhe pagën e 13. Kemi rritjen e pensioneve të shtesave për fëmijë, shtesave për lehona dhe të pagesave për të rinjt dhe gratë që angazhohen nga superpuna, pastaj kompletimi reformës asistencës sociale dhe mbështetje të tjera për familjet. Ne e bëm 264, ne e bëm 350, dhe sot morëm vendimin për 425 euro
pagë minimale nga 1 janari 2026, ndërkaq 500 euro nga një korriku i vitit 2026, po i rrisim pensionet, pensioni bazik i moshës, nga 120 euro sa është aktualisht, do të bëhet 150 euro. Kësaj radhe kemi shtuar shtesat për fëmijë, me që rast ju e dini që nëse një familje, një nën ka 2 fëmijë, i ka pasur shtesat nga 20 euro në muaj për ta. Ndërkaq nëse ka pasur 3 më shumë fëmijë, shtesat kanë qenë nga 30 euro në muaj. Tash këto po rritën për 50% me vendimin që porsa morën në këtë mbledhjen e 273 të qeverisë. E dëgjove Visar? Këtu nuk foli për një gjë. Nuk foli për veterantë. Sepse atë ditë në kuvend tha që ne do të marrim vendim që veterantë që punojnë do të ndryshojmë ligjin me pas të drejtën e pensionit. Po kur vendosi gjykata, dhe gjykata tha kanë të drejtë përfitimit të pensionit 50%, se kështu ka qenë me ligj. Dhe në fakt, atë ligj nuk e ka zbatu qeveria Kurti. Lidhet me mos zbatim nga qeveria Kurti, se pa të nxjerrë një udhëzim administrativ Hekuran Murati, që nuk e lejon të një gjë të tillë, tash nuk e përmend fare. Sepse po flasim për çështje ligjore dhe kur ndërhyn drejtësia, ky mos ka çka me thonë. Ky mo këtë prallë veteranëve nuk mundet mja ushit, ani se e kemi dëgju çka kanë vendosur për veteranët. Albin Kurti, Vjosa Osmani, Milan Radojqiqi dhe Slavko Simiqi. Për juve shikues të nderuar, që disa për juve edhe mund të keni harru, veçanërisht ju veteran të luftës, që sot Kurti flet në emën t'juj, se gjoja po ja rregullon jetën, duke i lënë të punoni, që kjo si çdo është me qenë fare pengesë, kushdo që punon, ta dëgjojmë shefin e grupit parlamentar të vetëvendosjes së Albin Kurtit, çka ka bisedu me terroristin Milan Radojqiq për pagat e veteranëve. Halo? Kolega, evo stigao sam kod Milana, evo ti da se čuješ sa mnom. Ajde. Halo, zemljak, se čujemo? Da, čujem te. Super. Kako ste vredni? Evo, u skupštini sam bila, imala sam nekoliko sastanka i tako sam se oslobodila, sada idem kući. Dobro. Vidi, predam Slavko da su vam potrebni naši glasovi oko zakona o minimalnoj zaradi i oko glasanja za sudiju Ustavnog suda. Da? Ne vidim nikakvu prepreku da imamo, pomogujemo oko toga, ali imamo mi neke zahteve koje ti treba da vidiš sa tvojim šefom da pomogu, znaš. Ajde, vidimo sada. Evo, pošto je taj zakon utorak, vidjet ćeš ti sa Slavkom u ponedjeljak, a mi smo na vezi svakako, ja tebe pozdravljam i evo ti Slavka. Ajde, prijatno. Prijatno. Ništa kolega, vidimo se mi u ponedjeljak, pa dogovaramo dalje. Ajde, vidimo se u ponedeljak. Mimoza i ka thonë të ne po na vim votat e juja, sepse s'po kemi vot për ligjin për pagën minimale, apo jo? Që mos me përfitu veteranët më Se s'kan pas pagë për shkak të veteranëve. Se vota nuk i është dhënë atij ligji vetëm për këtë arsye. Nga grupet tjera parlamentare po flas. Jo për tjera. Se grupet tjera parlamentare kanë dashur veteranë me përfitu në bazë të ligjit për pagën minimale. Sakt. Siç ka qenë rregulluar. Dhe me ligjin e ri të Albin Kurtit është përjashtuar. Është përjashtuar. Dhe kjo ka qenë arsyeja pse si ka marrë votat. Dhe tash kur si ka marrë votat pi grupeve parlamentare, Albin Kurti nuk ka dashur me hiq këto. Pra që ndarje të veteranëve nga paga minimale, po ka thonë shkoj flas me Radojqiq. Edhe Mimoza ka folur me Radojqiqin. Edhe ai ka thonë na jemi në rregull për këtë punë, na i kemi të kërkesa tjera, por për këto absolutisht. Dhe ka dalë vota. Absolutisht edhe ka dalë. Dhe ka miratuar. Dhe o votu në fund ligji edhe ka kalu. Që është e vërteta. Mi ditë njerëzit. Tash, që ta njerëz mund me dalë me thonë ç'të duin, se këta për me rajt nuk e kishin problem fare. Për Albinit të Mimoza, mirë po, që kjo është e vërteta që këta ja kanë kërkuar listë votat
Radojqiqit për me i hjek veterant nga paga minimale, nga ligji për paga minimale, jo nga paga minimale. Edhe tash dalin thojnë aty për shembull për me nis fushatën në kuvend del thot unë edhe për veteran kam e bëu diçka. Pastaj kur është që kjo nuk i lëz kuvend se s'ja votojnë qeverinë, atë kthehet qeveriu që thotë atë se përmend më fare këtë punë, thotë vazhdojmë me të tjerë. Vazhdojmë me grupe të tjera. Domethënë çka i bën kjo? Albin Kurti është të kërku grupe shoqërore të lëndueshme, se këto grupe duhet me pranu, janë grupe të lëndueshme, pra pensionistë, të cenueshme në kuptimin financiar, që i kanë punë keq, social, në aspektin social që ashtu. Edhe kjo ka lypë që si grupe cili për tëne është grup i përdorshëm për votë. Pra nuk është kjo fare, s'ka të bëjt fare me ndjeshmërin që kjo e ka për pozitën e tyre sociale. Kush ndjeshmëri? Që këshkil mikrofoma. Në më thonë dhe... Falë se s'po du mu këthyn do tema se jeni të flasun e ti, po kjo shkel mi trupa të protestuzve të vetë drejt pushtetit. Që tash do mu këthy edhe njerëzit? Njerëzit duhet me kuptu që ta. Njerëzit duhet me kuptu që ta. Do më thonë që keqja ka bën Albin Kurti nuk është as politike majtë, socialdemokrate, as ndjeshmëri. Se mos harrojmë që 5 vjet është në pushtet apo jo. Po. 5 vjet kë ka mujt për të piqën e sana me ndrejq. Për shembull për 5 vjet kë ka mujt, çeta thon. Një gjë që ka mujt me boqe 5 vjet. Është me i shëndru të gjitha përfitimet sociale, për të cilat po flet, pra prej pagesat për lehona, te shtesat për fëmijë, me i shëndru në ligjet kuvendit apo jo, të cilat pastaj kishin me qenë të pandryshueshme edhe kur i shëndru pushteti. Pra kishin met si përfitime sociale vazhdimisht. Pse për shkakun ky gjithë ato i shëndron në vendime qeveritare? Veç vendime. Pse? Sepse çështu e kontrollon sentimentin popullor. Pra ky po thotë që unë ju shtoj parë kur unë kam nevojë dhe kur muj mja u ble vullnetin politik. Me bo me legja e zvet. Po, Menet mo. po. Edhe në legj marrin pjesë të gjithë grupet parlamentare. Edhe shndrohet në të drejtë. Të drejtë. Kjo sot nuk është e drejtë. Sot ta jep nesër ta merr. Se është Që vendim. vjen sa do nga pushteti është. Apo jo. Kur të bën me ligj është e drejtë që ti e ki, edhe mos u ta merr. Visar, jemi në situatë se pas kem kalu 40 minuta. A e bëjmë me vazhdime? Ky e ka miratu bugjetin së në qeveri. Tha 4 miliard. Edhe i përmeni, krejt këtu, të gjitha të kundërlidhshme, të gjitha antikushtetuese, të gjitha që vinë nga një deputet, si me shku Dimali në qeveri, si Albin Kurti, si kush do qoftë, si Slavko Simiqi, si Adem Hoxhiqi, mu vendos në karrikën e tij, të gjithë janë deputet. Ky nuk ka drejt për vendime të reja, ka drejt ato që ka marrë ma herët me administru. Ky ta thirr mbledhjen e kuvendit. Qysh e thirr? Me nënshkrime. S'ka drejt. S'ka drejt. Ky ta thirr. Kur shkon atje në kuvend, mbledhen ata. Dhe unë besoj edhe parti tjera shkojnë. Ta çka duhet me bë parti tjera? Nëse dojnë këtë vend, duhet me thonë nuk bën që kjo se është e kundërlidhshme. Është antikushtetuese, jemi të e rënu shtetin. Pa i ka kap për hunde, e ka kap sentimentin e votës, e ka kap fukarallakun dhe nevojat e njerëzve edhe qetë për votim. Thot, kush është për? Votojnë. Kush është kundër? Që kush po voton? Kundër që paga me u rrit në 500 euro paga minimale, nga 350-500. Kush është që pensioni bazë minimal me u rrit nga 120 në 150. Kush është që shtetsat për fëmijë të rriten nga 50%, kush është që investimet kapitale të bëhen 1 miliard, ndërkohë që ky asnjë sen nuk ka investu, kush është që punëtorët e sektorit publik ta marrin rrogën e 13, ligjerisht, me kushtetut, parti tjera ish dasht, mos me marë pjesë fare në këtë seancë. Fare mos me marë. Pa ti nuk interesën. Aja që në kuvend, dhe nëse nuk miratohet që kjo në kuvend, këta e ndërtojnë fushatën për balotajë dhe për zgjedhjet e ardhshme me vendime antikushtetuese.
me vendime të kundërlidhshme. Dhe cili është tregimi i Albin Kurtit tash në këtë fushat, edhe për balotazh, edhe për zgjedhjet e jashtëzakonshme që pritet të mbahen në dhjetor, është që këto parti nuk po dojnë mja rrit juve pensionin, s'po dojnë mja rrit pakën minimale, s'po dojnë mja rrit investime, s'po dojnë mja rrit shtesat për fëmijë. Pra, ta e në keqja këti veni, ama një votën mu, se unë jam për juve. Dhe vota për Albin Kurtin, në këtë gjendje që jemi, është vot për rënimin e sistemit kushtetues juridik të Kosovës, dhe është vot për instalimin e diktaturës. Fatkeqësisht, këto parti politike edhe nuk po din, edhe nuk po muin me mbrojt më shtetin prej kësaj diktature. Dhe ne jemi turshit në një diktaturë e cila parandalohet ose rrezohet vetëm në rrugë. Mos ta them me gjak, siç ka ardhur Albin Kurti në pushtet, se kemi pas këtë diskutim. Të qëre, një gjë do të me pas parasysh me mendoj. Spari, absolutisht, do të kishte me qenë gabim trashanik nëse opozita bjen prej këtillë shantazhi. Opozita po flas parti që s'janë vetëvendosur, domethënë, që s'ka opozitë. Nuk do të më ra prej këtillë shantazhi. Prandaj unë e përmend se vetëvendosja i ka kundërshtuar çdo. So thonë që jena konë më të mirë, po e kena pas që të guxim me thonë që pavarësisht sentimentit popullor i kundërshtojnë disa gjëra se e dim që i konvenon më shumë kundërshtarit mja votu. Unë po, absolutisht Albin Kurti to po do me përdor si retorik, për se Albin Kurti kur e ka miratu që të buxhet 2 sene i ka ditë. Ja e tham që është kundërligjshëm, e dyta që s'ka lënë kuvent. E ka ditë. Pa e ka bo për me përdor si fushat. Pa i riti për pagat para zgjedhjeve të nënshkurtit. Po, A i riti. një është kundërligjshëm. Për fushat, nuk i kundërligjshëm apet. Sa shifit e be. Prandaj po thonë, opozita duhet me pas guximin mi thonë, jo dhe me dalë me shpjegu Pa pse. e ka bre, sa që të godzim. Duhet me pas. Që to unë e Duhet kam me pas. halin. Qëra, tash, unë jam pak edhe kështu, do me thonë nëse e këshyrim në strategjinë afat gjatë. Ta zëm bebi, nëse shumica e qytetarëve të Republikës Kosovës pas kanë vendosur me shkatërru Republikën e Kosovës, nuk i çka i bën nuk. Ta shkatrojnë se shumica fiton. Po ti nuk duhet më bo pjesë gjatë i shkatrimi, edhe nëse bën gjithë. Abdën. Se duhet me met këtu një shpresë për kur do të qoftë ajo që i ki do grupe politike të cilat kanë ditë me menu arsyeshëm në një moment të një histerie të pa arsyeshme kolektive. Të cilën Dhe që mund ta marrin barën e rindërtimit të cilën unë për shoh që ka na vjen. Qëto histeri kolektive kanë përfunduar shumë keq në përvende ndryshme në etapa ndryshme të historisë. Ka vende në rajon që e kam mësu fort keq për shkak të kësaj histerie kolektive që është ndërtuar. Që ti sentimentit emocional. Se kjo më nuk ka kur të farë diskutimit të arsyeshëm nuk mundesh me bo me çdo pika. Që i përmendi Albin Kurti. Kur fa, këtu veç sentimenti, veç emocione ka fol. Po në nuk duhet me ratë të në qëtë saj që ta për e dënë. Dhe e treta, është që ti natyrisht që si parti opozitar do shme dalë dhe me spjegu pse. Do me thonë, krejt kjo që ka ndodhë të është e kundërligjshme dhe kundërkushtetuese. A e kemi na për shembull situatën që a e shpalli të zëmë së fundmi, Dimal Basha tha kuvendi është i konstituar, si kryetari i kuvendit. A tha gjykata kushtetuese jo s'është. Ktheu edhe një herë. A kemi vendim të gjykatës supreme se këtë din Mamita, që ke qeveri nuk ka drejt me marrë si vendim, po. Çaj vendim, bebe? Na e dim që është funksionon gjyqësore. Do është presedant. Duhet mu njek ex officio nga prokuria. Për secilin me vendim- qumë borë këta kriminella. Për secilin vendim tjetër, ajo është i njëjti që aplikohet, apo jo, se gjykata supreme nuk mund me marrë për secilin vendim që veris. Aja thot në parim ti s'ki drejt, pik. Tash, secili që të për këtyre vendimeve është shkelje e që ati vendimit të gjykatës supreme, apo jo. A e kibe ti Gjelal Sfeqin që se ka shkon seans për gazin Lëcjellës? Ministri i rendit? Baraba. Ai Baraba. Qaj. Edhe a i thot unë nuk vi. Hajde, Hajde guxofshim më marë. E tash du të me dalë dikush i guxim, shumë në policinë, gjyqësinë, ma thonë, po, kone kam guxim armat, marë, edhe ty, Albin, edhe ty. Kime armë me dhonë deklarat qarës ki. Atesha, kërë prokuror, bre, veç 24 orë. Meq, Republika jonë është ndërtu me shumë mund. Nuk guxojmë me aleju disa banditve me rënu këtë shtetë për cilin është derë gjak. Ka viktima. Sakrifice jashtëzakonshme. Kushdo që sot mendon që për 30 euro përfitim duhet me aleju një individi, një politikonit papërgjeshëm dhe të dëmshëm me në përkëm shtetin, me rënu themelet e shtetit, atëherë vazhdoni.
po pa mu, pa visarin edhe pa njerëz normal të këtij vendi. Mirupafshim.